Shikues, mirëmbrëma. Sot jemi përsëri këtu në podcastin e Lirisë Okult. Para se të filloj me emisionin e sotëm, që është një emision i rëndësishëm, doja të kujtoja të gjithë atyre që ende kanë haruar të bëjnë subscribe, mos harrojnë kur hapin kanalin ton, nga çdo link që hedhim ne në rrjetet sociale, mos harrojnë poshtë aty ke YouTube ku thot subscribe të bëjnë një klik të vogël që shumë shpejt dhe në fund të muajit të përpiqemi të shkojmë ke 10.000 abonent. Dua të bëjmë dije gjithashtu që ne kemi edhe një gazetë, një website, një faqe online të një gazete online, që mund ta gjeni në Google, ke adresa okult.org, shkruhet shqip okult me ka shqip, dhe mund të merrni aty lajme dhe informacione nga më të ndryshmet dhe sidomos nga ato që kemi ne shef nga ato të undergroundit. Kini aty dhe një rubrik ku kini shumicën e librave të shtëpisë tonë botuse Helga Sikris. Këtu pas here kini dhe një numër telefoni që do të shfaqet në krah ku ju mund të komunikoni me ne për gjithçka me mesazh në WhatsApp në numri që do dal këtu. Dua të falenderoj edhe sponsorat tanë, të cilët logot e bizneseve të cilave dalin këtu në anën tonë dhe që ju mund të futni emrin në Google në qoftë se keni ndonjë nevojë dhe interes për të komunikuar me ta dhe me njerë. Kjo sigurohet me informacionet e kontaktit që do të gjeni aty në emër të kompanive. Sot do të flasim për një ngjarje të rëndësishme, por shumë të keqe botërore që ka ndodhur, që ka të bëj me një marrëveshje që 124 vendet kanë dhënë aprovimin e tyre në një votim që u bë në Gjenevë në lidhje me menaxhimin e pandemive në një asamble që quhet Asamblea 78 e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që mbahet në Gjenevë të Zvicrës për disa ditë të zgjat nga data 19 deri në datën 25. Duhet të thënë se këta kanë dashur ta kalonin kështu me një miratim formal, por përfaqësuesi i Slovakisë, përfaqësuesi i shëndetësisë, institucioneve shëndetësore të Slovakisë, që është përfaqësues aty në OBSH, ka kërkuar që të bëheshin votime të rregullta në lidhje me këtë propozim, dhe mbasi u vendos kjo, 124 vende votuan pro, asnjë kundër, dhe vetëm 11 vende votuan kundër. Nga këto 11 vende kanë qenë, mos gaboj, Rusia, Irani, Slovakia, Polonia, Izraeli dhe disa vende të tjera që s'po më kujtohen tash. Kjo ndodhi pasi Shtetet e Bashkuara, pasi presidenti Trump e tërhoqën në shtetin e tyre përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore të Shtetit të Bashkuara nga detyrimet prej organizatës mafioze botërore të shëndetësisë, e cila duhet të thënë që është një organizatë e Illuminatit që kërkon dhe merret me depopullimin dhe me shtukjen e hamsëve të tepërt, sidomos tash në prag të një revolucioni të madh teknologjik në inteligjencë artificiale dhe në përdorimin e robotëve të kompjuterave në formën e njerëzit. Shtetet e Bashkuara edhe në kohën e presidentit Trump i parë janë tërhequr nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, u rikthyen në kohën e monstrës së kabalës Biden dhe tash i përsërit presidenti Trump me një urdhër ekzekutiv që në fillim në ditët e para kur hyri në Shtëpinë e Bardhë në 20 janar, ai firmosi largimin e Shtetet e Bashkuara nga kjo organizatë, duke mos dhënë donacione, që ishte një nga donatorët më të mëdhenj të kësaj organizate botërore, Shtetet e Bashkuara, dhe njëkohësisht duke mos qenë obligatore pra detyrueshme asnjë vendim i kësaj organizate mbi territorin dhe mbi shtetin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kjo asamble e organizatës është mbledhur në datën 19 maj ka filluar dhe do të vazhdojë deri në datën 25
maj. Pra, u miratua zyrtarisht kjo marrëveshje e OBSH-s për pandemitë, që është një traktat gjithëpërfshirës global dhe që do të miratohet zyrtarisht në seancën plenare u miratua në fakt në 20 maj. Siç u thash, kjo marrëveshje është cilësuar nga udhëheqja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë si një mjet i rëndësishëm për përgjigje ndaj pandemive me barazi dhe me solidaritet dhe të bazuar mbi shkencë, dhe brenda saj kjo marrëveshje ka disa dispozita alarmante që kërcënojnë sovranitetin kombëtar të kombeve, institucionalizojnë kundërmasat e emergjencave të OBSH-s dhe forcojnë këtë si autoritetin qendror koordinues në krizat e ardhshme shëndetësore, duke vendosur mbi sovranitetin e kombeve dhe mbi të zgjedhurit e kombeve. Duhet të thënë se ka disa shqetësime që fshihen brenda atyre klauzolave të fsheta në pandemin, në marrëveshjen e OBSH-s për pandemitë e ardhshme. Pas kësaj, qeverisja e koordinuar e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në të gjitha kombet dhe në të gjitha shtetet ushtron presion në fakt mbi institucionet kombëtare dhe mbi politikat e shteteve kombëtare. Në nenin 3 pohet sovraniteti kombëtar i vendeve. Por krijohen detyrime ndërkombëtare detyruese për palët pasi ratifikohen 3 nena në këtë marrëveshje që janë nenet nga 31 dhe në nenin 33. Këto japin OBSH-s fuqi për të koordinuar përgjigjet ndaj pandemisë përmes një sistemi global të qasjes ndaj patogjenëve dhe ndarjes së përfitimeve, një rrjet global të zinxhirit furnizimit dhe logjistikës. Ky është neni 13, i pari që neni 12, mund ta shikoni dhe në faqen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ose World Health Organization, që është me akronimin WHO, që mund ta gjeni në Google. Krijohet një mekanizëm financiar koordinues për reagimin ndaj pandemisë. Ky është neni 18, para krijohen financat konsoliduara për të gjithë botën. Krijohet një planifikim mbikëqyrje dhe strategji kombëtare të komunikimit për pandeminë në raport me përfaqësuesit e OBSH-s në çdo vend. Pas ratifikimit, vendet duhet të harmonizojnë politikat e brendshme me sistemet e udhëhequra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke nënshtruar vendimarrjen kombëtare, ndikimit dhe përgjegjësive ndërkombëtare të përfaqësuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pra, për ta thënë me pak fjalë, nëse bie një pandemi, nuk do jetë me kjo Manastirliu, nuk do jetë as Rama, nuk do jenë as ato komitetet mashtruese që i bënin fresk Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që ishte krye mashtruesja dhe krye organizatorja e pandemisë së COVID-19, si quhet COVID-19. Tashi nuk do të dalë me ato çfarë ishin ca plaka që dilnin kështu që lexonin ato ca gratë moshuara që dilnin lexonin ku ti unë se unë mbajmë në temra çfarë janë tash ca doktoresha, ca kryetare komitetit të kësaj, kryetare e komitetit të asaj për këtë, për atë drejtoresha. Dhe do të dalë ndonjë i dërguar i këtij kryetarit të OBSH-s, se s'ja mbaj mend emrin se ka shumë të qatë, dhe do të drejtoj Ramën, do drejtoj për të marrë vendime në lidhje me pandemit ose plandemit që këta kanë ndërmend të krijojnë, ministrin e brendshëm për të ushtruar represion dhe diktaturë, për të zbatuar masat mashtruese të këtyre që në fakt nuk janë gjë tjetër veç se para përgatitje për të vendosur pasaj më vonë hapa të tjera të diktaturës botërore, siç janë monedat digjitale
dhe pasaportat digjitale të cilat do të përmblidhen në një mikrochip që duhet vendoset tu në dorë, me detyrim sepse përndryshe nuk do të marrësh dot shërbime, s'do kesh mundësi do të kryesh veprimtari financiare, blerje, shitje apo transaksionet ndryshme financiare. Pra, pasi u provua njerë me pandemin që popujt shumica dajnë të ndele dhe hyn në vath, këta po do tentojnë të bëjnë dhe një tjetër, po ta bëjnë më të ashpër sepse nuk kanë më besim ke udhëheqësit e shteteve, të cilët kanë edhe një lloj afeksioni për popullin nga ka dalë, pavarësisht se janë zgjedhur më mostrat dhe për prapanicën e tyre janë gati të bëjnë çdo gjë dhe kundër komshiut dhe kundër shokëve dhe kundër miqve dhe kundër kushërimve të tyre, mjafton që të shpëtojnë vetëm prapanicën e tyre. Ose dhe për vete nuk e kam problem si delet të vend tynë dhe ata të parët, duke thënë Shqipëria buzëqesh edhe m'jep një shpim këtu mua me një material që nuk e di se çfarë ka dhe që s'lejohet që t'i bëjmë analizat në laborator, por ne besojmë shkencës, hedhim firmën që në qoftë se pësojmë ndonjë problem shëndetësor, nuk mban përgjegjësi ajo që ka prodhuar mallin dhe ma ka futur mua këtu me mirëbesim, por e mbaj unë që kam dhenë okejin për ta futur atë mallin. Në fund djalli do të qesh. Ha, 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 ha. E keni dëgjuar atë? Kur qesh djalli. Dhe delet nuk kanë se çfarë të bëjnë dhe nga të lëvizin. Tashmë besoj keni parë dhe në kopertinën e revistës The Times të Rothschildve, familjes Rothschild, ku është një vaksinë në faqen e parë të kopertinës dhe në titull aty thot, ne jemi duke ndryshuar genet o dele. Pra ne kemi dalë mbi Zotin o dele, juve vetëm nënshtroni. Vaksinat për përdorim emergjent me miratime të shpejta. Për këta flitet në këtë marrëveshje. Marrëveshja promovon autorizime regulatore të përshpejtuara dhe listën e përdorimit të tyre në rast të emergjence të OBSH gjatë pandemive të ardhshme, në kuptoj pandemive. Vetëm delet do vazhdojnë, unë i besoj shkencës. Kjo flitet në nenin të dy të marrëveshjes. Ajo thot, pra marrëveshja inkurajon harmonizimin regulator dhe i nxit prodhuesit të ndajnë 20% të prodhimit të tyre në kohë reale të vaksinave dhe terapive për OBSH-n, duke përfshirë 10% si donacion. Ky është neni 12.6. Kjo do të thot një vendosje globale më shumë injeksioneve eksperimentale. Pra, para se të bëhet një vaksinë, do bëhet një vaksinë eksperimentale në 20% të numrit të përgjithshëm të deleve që do vaksinohen, dhe përveç saj do t'jepet dhe një 10% donacion. 20% që do shitet, 10% ata do të japin me humbje. Kuptohet që ke 20% që e ke çmimin 300%, duke dhënë 10% pa lek, ata kanë një fitim 200%, ose ndoshta mos them 2000%. Por megjithatë deleve u të thuhet, dëgjoj, 10% i keni marrë donacion nga këta. Asnjë përgjegjësi e integruar ose kompensim për lëndime nuk do t'jepet nga anë organizatës botërore të shëndetësisë. Pra, siç ka ndodhur me vaksinat e Covidit, ku shumë njerëz janë dëmtuar dhe nga autopsit, sipas një interviste që ju bën McCullough, është një mjek shumë i shuar për problemet e zemrës dhe që u pushua nga puna gjatë pandemisë dhe është rikthyer përsëri në sistemin e shëndetësisë dhe ku Robert Kennedy e dërgovi si specialist për të dhënë përgjigje pranë Komisionit të Shëndetësisë të Kongresit para pak ditësh. Ai deklaroi që në 73% të vdekjeve të vaksinuarve rezulton që vdekjet janë shkaktuar prej vaksinës. Pra është një deklaratë shkencore edhe nga një njerëz shumë i rëndësishëm në sistemin shëndetësor të Shtetet e Bashkuara. Por ata që kanë bërë vaksinën nuk mbajnë përgjegjësi sepse delet kanë nënshkruar. Ne i besojmë shkencës. Në rast se ne kemi dëmtime dhe efekte anësore, ne delet deklarojmë që asnjë përgjegjësi nuk duhet të mbaj ujku. Dele, mbajeni tash dele. Asnjë përgjegjësi e integruar ose kompensim për lëndime nuk do të ketë prap për delet.
Edhe pse promovohet shpërndarja masive kundër masave pandemike, marrëveshja nuk përfshin dispozita detyruese për kompensim. Rezoluta e Asambles thjesht i kërkon OBSH-s të zhvillojë këshilla jo detyruese për menaxhimin e rreziqeve ligjore që lidhen me vaksinat e reja pandemike, duke ia lënë përgjegjësinë kombeve individuale. Ata të vinë të thonë, nuk do vish në punë, po s'bere këtë vaksinë, po ne nuk të detyrojmë. Më vonë mund të thonë, ti nuk mund të dalësh dot me makinë nga shtëpia, po ne nuk detyrojmë ty fare për të bërë vaksinën, ne jemi shumë tolerantë, ne jemi demokratë. Ty do të thonë, po s'ke bërë vaksinën me atë dokumentin, ti nuk të lojnë të udhëtosh, po ne nuk të detyrojmë, as pak ti je i lirë. Po ne nuk të lem ty sa në bankë, në qoftë se ti nuk e atë dokumentin që je një dele e poshtëruar. Po, ama, ne nuk të detyrojmë. Ti si të duash. Ne nuk të vim me policia dhe me ushtrin, me automatik në kokat, të marrim me forcë. Ne nuk të detyrojmë as pak, vaksinat do të jenë të lira, si që ishin vaksinat e Covid 2019. Të gjitha u bënë me ata Shqipëria buzëqesh, dhe delet në radhë vajtën aty, ku gjarë prit duke buzëqeshur i priste me shumë dashuri. Kjo, nëpërmjet kësaj marrëveshje, do të hidhen themelet për pasaportat e vaksinave dhe për teknologjinë, për mbikëqyrjen me anë të teknologjisë digjitale. Në neni 63 urdhërohet zhvillimi i sistemeve kombëtare të informacionit shëndetësor të ndërveprueshëm. Domethënë, të gjitha shtetet kanë akses të hyn ke shtetet e tjera. Pra do krijohet një rrjet botëror komunikimi ku të gjithë delet që do shkojnë të besojnë ke shkenca ose të nënshtrohen, do të kenë emrin atje në tabelën e nderit që janë dele shumë të nderuara dhe të respektuara që janë në çpuar dhe e kanë marrë helmin e nevojshëm për të ikur në botën tjetër. Dora dorës, nga dal. Neni 84 inkurajon mbështetjen rregullatore dhe neni 16 i marrëveshjes promovon komunikimin e rrezikut në nivel popullsie dhe shkrim leximin mbi pandeminë, pra si ta shkruajmë dhe si të lexojmë dhe të kuptojmë gjërat që do të thuhem për pandeminë e ardhshme. Ne nuk e dim nëse do të ndodhë, thot ai Tedos Avrami, por kjo mund të ndodhë. Kjo mund të ndodhë. Mund mos ke ndodhur miliona vjet, por mund të ndodhë këto 2 vjet, këto 1 vit për të mbyllur agenda Rockefeller 2030. Kurse pasaportat e vaksinave nuk janë të emërtuara në mënyrë të qartë në dokument, por struktura shtetërore duhet të mbështetet në mekanizmat global të pajtueshmërisë digjitale lidhur me imunizimin dhe me mbikëqyrjen e pandemisë. Pra, nuk thuhet se si do veprohet në këtë rast, se dhe ata ende nuk i kanë përcaktuar këto taktikat me qartësi shumë të madhe, po thuhet që çdo shtet do jetë i detyruar të zbatojë ato që do thuhen nga mekanizmat ndërkombëtare dhe krye mekanizmi ndërkombëtar sigurisht është OBSH-ja. Kjo marrëveshje bëhet e detyrueshme për vendet ratifikuese. Normalisht, sepse në të gjitha kushtetutat dhe në kushtetutën e Shqipërisë thuhet që marrëveshjet ndërkombëtare prevalojnë mbi ato ndërkombëtare mbi ato kombëtare. Marrëveshja është miratuar sipas nenit 19 kushtetutës Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe bëhet ligjërisht e detyrueshme për të gjitha vendet që janë në OBSH, pasi 60 vende e ratifikojnë atë. Tash e kanë ratifikuar 124 vende. Pasi ty në fuqi, ajo i detyron palët të marrin pjesë në kornizat e koordinimit dhe reagimit të udhëhequra nga OBSH-ja gjatë emergjencave të shpallura pandemike prej saj, edhe nëse ligji vendas do të ndryshonte ndryshe kësaj marrëveshje më pas. Pra, ti nuk ke të drejtë me të ndryshosh me ligje këto marrëveshje që janë shkruar nga shteti shqiptar. Duhet thënë që Edi Rama ka qenë një nga nxitësit e krijimit të kësaj, sepse gjoja ky Tedos Avramos e ka bërë këtë
akt marrëveshje mbasi një grup vendesh, nuk e di 40 vende, mos gaboj, kryeministrat e kërkuan këtë që aman o ujk, ajde na ruaj kopet, sepse ne kemi vështirësi për të ruajtur, o ujk, o krye ujk, o komandanti ujqërve. Hajde dhe ne kërkojmë këtë dhe vende dhe çobembe të tjerë dhe baktive të tjera të gjithë botës që të hymë në një votim për këtë, nëse do ta pranojmë që krye ujku të vijë të na ruaj kopet apo jo. Dhe Edi Rama ka qenë një nga këta, siç është gjithmonë i hedhur, lider ndërkombëtar, udhëheqës i madh që mori mandatin e 4 nga delet e vaksinuara, dhe pas këtij veprimi këta morën 100 vitin e kaluar, këta nuk e kaluan dot, dështuan në këtë kohë, po ja ku e kaluan si vjet, punuan me rishfete, me presione, me kërcënime, me këta udhëheqësit që nuk shkonin pas avazit të këtyre dhe tashi rezultati ja ku erdhi. Pse kjo marrëveshje është e keqe? Qeveritë kombëtare do të jenë në presion për të parafruar ligjet e tyre të brendshme me diktatet globale. 1. 2. Produktet eksperimentale do të vendoseshin me shpejtësi pa pasur nevojë për të dhënat e sigurisë. Pra, do thonë me njerë, bëni vaksinën e kësaj pandemisë që doli para 6 muajve, sepse e prodhovi kjo kompania, unë i besoj shkencës do sulen tër veteranët që e kanë thirrjen e Edi Ramës si ashtu atë dokumentin e antarësimin në Partinë e Punës Komunistët para viteve 80, jo 90, se në vitet 90 nuk çante njeri kokën për atë kartushkën. Dhe do lëshohen, do marrin në qafë të njerëzit rreth rrotull. Do të ketë një arsyeja tjetër pse kjo është e keqe, sepse ka një mospajtim shkencor, në qoftë se duket se ka një mospajtim shkencor me veprimet e organizatës botërore të shëndetësisë, kjo nga shtetet kombëtare duhet të etiketohet si dezinformim. Pra në qoftë se unë them që kjo nuk është naftë, sepse s'ka ngjyrën e naftës, por më duket si ujë, do të thonë, jo, kjo është naftë, sepse këta e thot Tedos Avramos Galbraith, si e ka hy, dhe ti që e vë në dyshim këta, ti antari fermës së kafshëve që dyshon në fjala e udhëheqësit, ti do të dënohesh për dezinformim. Edhe do të vinë këta policët këtu edhe kudo në botë, me trangat të zbatojnë detyrat për të vendosur diktaturën mbi vëllezërit dhe mbi motrat e tyre që të marrin 400.000 lekshin rrogat ose 500.000 lekshin. Tjetër, të gjitha populatat mund të detyrohen të zbatojnë rregullat pa asnjë të drejtë të garantuar për demin, sepse ti do në shkruash. Jam dakord dhe bëj me përgjegjësinë time këtë dhe autoriteti që ka sjell vaksinën, autoriteti, kompania shkencore prodhuese, nuk mban përgjegjësi në qoftë se unë ngelem sakat, ose në qoftë se unë paralizohem, ose në qoftë se unë marr një efekt, një goditje në trua, në veshka, në themrat, në shputat e këmbë, ose në nervat, paralizohem, me ankth, me panik. Domethënë, ai që ta ka bërë nuk mban përgjegjësi fare. Dhe në qoftë se vdekjet shtohen, këta do të thonë, thjesht do shkruaj një nekrologji, iku miku ynë 40 vjet, 45 vjet, 50 vjeç me dhjetra, dhe nuk thot njeri të pyes, ore, kishte bërë vaksinat ky apo jo, ky që vdiq. Nuk pyesin fare, vetëm ngushëllime, filani, ngushëllime, filani. Për shembull, për këtë Artan Lame, nuk e di, kishte bërë apo jo këto vaksinat. Nuk e di. Më mërziten ata të shtëpisë se mund të acarohen e të thonë, ua, ne i besojmë shkencët, ç'është kjo që pyet? Kot pyeta. Tërheqja e Shtetet Bashkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë një veprim mjetik dhe strategjik për të mbrojtur sovranitetin kombëtar të Shtetet Bashkuara dhe lirinë mjekësore të saj. Do të ishte mirë që dhe vendet e tjera
ta ndiqnin shembullin përpara se të detyroheshin nga mandatet gjithëpërfshirëse globale të OBSH-s. Ju lutem një foto që ju kam përzgjedhur të gjetur në këto në internet që më pëlqevi dhe vendosa ta vinja këtu. Tashi çfarë ndodh? Pse nuk mundet që një shtetar, për shembull Edi Rama, të bëjë të njëjtin veprim si Donald Trump, ta tërheqë Shqipërinë nga OBSH-ja. Është pa imagjinueshme. Sepse ai do të paguante pasojat me njerë, sepse është i shytur deri këtu, kështu është kur rrit 12 vjet, kërkon të rish 16. Sa më shumë që të rinë këta, aq më shumë zhyten në mëkat. Aq më shumë jo mbajnë në atë dokumentimin e bëmave të tyre dhe i lënë të vazhdojnë. Vetëm i bien muzikës së tyre dhe i thonë hidhe vallën kështu siç themi ne, se po se odhe ne ti nxjerrim dhe përfundon atje në 313. Dhe këta do paguajnë tash ato benefitet që kanë pasur, të likshme të palikshme, duke qëndruar në krye të shtetit, dhe duhet të bëjnë aktin e fundit të maskarallekut duke na detyruar ne njerëzve me diktaturë botërore, duke na sjell këtu që të na mbikëqyrin edhe të na diktojnë dhe të na detyrojnë me ligjet luciferiane sataniste të organizatës botërore të shëndetësisë kundër popullit shqiptar. Kjo është një fatkeqësi e madhe, por në fund të fundit, kur edh votën, duhet të mendosh se çfarë do paguash më vonë për gabimet që bën. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë, por më përpara mos harroni t'i bëni subscribe kanalit. Tung tung.